Në element, kjo ka shumë kaos brenda. Ato të paktën tani që po thoshte edhe Anduena që ky lidhje dhe të dalësh te një person i cili rri në një ambient afër një pallati ku është ndërtuar, ka diçka që mund të jetë ose pjesa e pronës përsëri, ose mund të ketë lidhje me ndonjë ndërtues. Ky pjesa e pazare më janë këta, nuk është pa qartë shkaku. Ta thash pra që Ris me Meta e merret me shitblerje pronash, domethënë. Kjo pik mund të jetë pjesë e vazhdimësisë. Pra duhet parë raporti, nëse komunikimi i këtij personi me ndërtuesin ekziston mundësia, atëherë edhe kjo si pjesë e sfumuar nga grupi i Demokratëve. Edhe kjo s'mendoj që është. Ekzekutimi mirëfill profesionist me vrasën pagesë. Është shumë lart mënyra e organizimit, kosto. Korruptimi mund të ketë të subjekteve që mbas 2 orësh, sepse 2 orë janë shumë. Po se ka shkuar mendja njeriu që sa është vrarë me silencatore. Në një ambient që në 6 mëngjesit fillon lëvizja, fillon në orën diku rreth orës 6:07 fillon lëvizja. Shtëpia ka qenë shumë më janor sa çpashun atje. Ka ca gjëra që nëse ka disa gjëra që nuk e dim. Unë nuk mendoj që lidhet me çështje prona, unë mendoj që subjekti duhet parë pak të kaluarën, lidhjet që ka patur, ku ulej, cilat tavolina frekuentonte, cilët njerëz, kujt i shërbente, si shërbente, çfarë shërbente. Prona është hedhur për momentin më shumë për atë pjesa sfumaturës fillestare që jepet gjithmonë nga policia, por diçka shumë madhore o ka ditur o e ka përdorur kundër dikujt shumë të fuqishëm për të arritur në një ekzekutim të këtij niveli. Me 2 plumba në kokë, patjetër. Ose mund të ketë parë diçka që nuk duhet ta shihet. Më duket ndonjë personazh kaq nganjëherë ato që nuk duken janë ata. Nuk përputhet personazhi me mënyrën e vrasjes. Pra është diçka që ai mund ta përdorte në forma tjera për benefit personal. Shpeshherë abuzohet me këto. Në Vlorë çështja e pronave shumë delikate. Nuk mjaftonte Petraj, mjaftonte po ta shohim si personazh, një të rrahur të mirë të garantoj që detyrohet firmoste. Është metodologjia e përdorur shumë herë më para. Nuk kishte nevojë më shkut deri ke vrasja. Nuk i interesonte vrasja, është mesazh. 2 pyetje kam se kam. Mesazh jo vetëm për këtë, po për kush, çfarë ishte pas ti.